gruaja dhe djali thot kanë bën ndeshje e sigurimi ua ka dhënë do pare, ai kanë halal do para apo jo. Pra të përshkruajmë situatën kur këtu paguhet sigurimi tek ne edhe gjithkund gati në botë, edhe nëse ndodh një ndeshje komunikacioni, atëherë sigurimi ju jep të holla personave të cilët janë dëmtu. Çfarë themi? Për detajet është mirë ekspertët e kësaj pike, këtij kapitulli, pra hoxhallarët të cilët janë ekspertë të kësaj pike, me i pyet më detajisht ata. Mirë po, një përgjigje të përgjithshme, po themi se ka raste kur disa të holla janë halal, disa janë haram. Për shembull, ndërtimi apo riparimi i makinës që të është dëmtu në atë shumë sa ti ke dhënë 10 vjet të jep sigurim, tu kanë bërë aty 1000, 1500 euro, 2000 euro. Kur s'ke bën ndeshje, njerë ke bën ndeshje, ata të nreqin kerrin tanë, atëherë kjo është halal. Domethënë çaq shuma sa ti ke dhënë 2000 euro, po ta nreqin 2000 euro. Ama nëse ke dhënë veç 100 euro, ata po ta nreqin 5000 euro kerrin, atë ti e tu bën zullum atyne. Po edhe nëse ata ti marrin parët, edhe kur ti nuk bësh ndeshje, pra ajo nuk është e drejtë. Pra në Islam la darar wala dirar, as ti dam atyne as ata dam ty. E në rastin e fjalës, do thonë, nëse ke bën ndeshje, edhe ka probleme, do të thonë, ose fizike ose psiqike, pelo makinën anash. Edhe vërteton, do të thonë, mjeku, qoftë psikiatri ose mjeku fizik, se ti ke nevojë për trajtim të caktuar, ilaçet bën kaç pare ose terapit psiqike e tjerë, atëherë ti qëtë sigurimi qaq pare sa e ka para pa mjekësia. Na themi a i ki halal ato. I ki halal qaq sa ke dhanë ti. Nëse ke pagu ti sigurimin, thash 10 vite, ka 200 euro, kanë bo 2000 euro, ke pagu 20 vite, kanë bo 4000 euro. Ti veç ki drejt me marë qaq sa ti ju ke dhanë atyne gjdo vet pak nga pak. E jo ma shumë me marë. Nëse veç ata i kanë dhanë se i kanë dhanë, atër mundin me kalu, të dhanë ti kanë dhanë, ti kanë qenë gjero logari 10.000 euro. Ti e din që ti ke dhanë veç 4.000, 6.000, si janë tash tuat. Po unë jam dëmtu psiqikisht e tjerë. Ajo mesele tjetër. Në këtë rast, qaj 6.000 euro që? Du të më marë edhe, nëse normal nuk thejë, se ta mund mi keq përdorë, mi marë për veti punëtorët aty të sigurimit, atër jep sadak edhe nuk besoj që këtu ka nëjsh problem. Thash, shumë shkurtimisht, mos më keq kuptani, kush dan më detajisht mundet më këtu të hoxhallarët që janë ekspertat të kësaj lëmije. Në rregull në Islam është, mos merr ato që stakon, mos merr ato që se ke dhanë, që s'është me djersën tane. E veç çaq sa ke dhanë.